Meda dhe Lulja i kanë rregulluar punët mirë, shkojnë në deti në pikë të dimrit, ndajnë pamje të bukura nga pushimet. Meda dhe bashkëshortja e tij, Lulja, vazhdojnë të jenë figura mjaft aktive dhe të ndjekur në rrjetet sociale, ku shpesh ndajnë fragmente nga jeta e tyre personale dhe momente të veçanta që i lidhin me familjen dhe udhëtimet që realizojnë gjatë vitit. Çifti ka krijuar një imazh publik ku duket se e gëzon çdo moment të jetës së përbashkët, duke i dhënë rëndësi jo vetëm punës dhe angazhimeve të përditshme, por edhe kohës së kaluar së bashku në ambiente të ndryshme dhe përvoja të reja. Së fundmi, ata kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve të tyre me një fotografi të publikuar në rrjetet sociale, ku duken të pozicionuar në një destinacion mjaft interesant dhe egzotik. Në imazh, Meda dhe Lulja shfaqen duke shijuar kohën së bashku në një ambient që të kujton pushimet verore, me peizazhe që duken tërheqëse dhe një atmosferë të qetë, relaksuese dhe larg zhurmës së përditshme. Edhe pse nuk është bërë e qartë nëse fotografia është e realizuar së fundmi apo bën pjesë në arkivin personal të çiftit, momenti duket të jetë i ngrohtë dhe i përjetuar me kënaqësi, duke reflektuar harmoni dhe lumturi familjare. Meda dhe Lulja njihen për pasionin e tyre për udhëtimet dhe aventurat e ndryshme që realizojnë gjatë vitit, duke zgjedhur destinacione jo vetëm të bukura, por edhe të pasura me kulturë, peizazhe natyrore dhe eksperienca që i afrojnë më shumë njëri tjetrit. Çifti ka treguar shpesh se pushimet dhe kohët e lirë që kalojnë së bashku përbëjnë një pjesë të rëndësishme të rutinës së tyre familjare, duke ju dhënë mundësinë të largohen nga ritmi i ngjeshur i jetës së përditshme dhe të krijojnë kujtime të paharrueshme. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.